Ish futbollisti I kombëtares shqiptare Olgerd Muka është arrestuar në Francë, ku dyshohet për shpërndarje të kokainës. Sipas raportimeve, 46 vjeçari u ndalua nga autoritetet franceze në qytetin e Dijonit, së bashku me një tjetër shtetas shqiptar, pas një operacioni policor. Ata dyshohet se u kapën në flagrancë duke shpërndar doza kokaine në një park. Gjatë seancës gjyqësore, Muka thuhet se ka pranuar faktet dhe ka deklaruar se kishte mbetur pa punë. Sipas mediave, ai është shprehur se vështirësitë ekonomike e shtyn të hynte në këtë aktivitet, duke thënë se e bëri për idare për të siguruar të ardhura për familjen. Olgerd Muka ka qenë një emër I njohur I futbollit shqiptar, duke luajtur për disa skuadra të superiores edhe duke regjistruar edhe 2 paraqitje me kombëtaren shqiptare. Tashmë ishmes fushori përballet me akuza të rënda në Francë, ndërsa çështja pritet të marrë zhvillime të tjera. Abonohuni në 5 minuta Shqip për lajmet më të fundit nga Kosova, Shqipëria dhe bota.